Bismillahirrahmanirrahim. Në kryeveprën e tij Sifatu Safwa, Imam Ibnul Jauzi na tregon për një personazh të quajtur Ufayd Ibnul Khadir, i cili në moshë të re kishte nisur të pasurohej e të pasurohej. Dhe tregon për veten e tij, do thotë se një ditë po ecja drejt shtëpisë dhe pash një person të sëmur, nevojtar në cep të rrugës. U afrova dhe u përshëndeta me të dhe i thash, a ke diçka nevojë? Tha, më ka shku mendja për një pesheg. Thotë edhe, i thash më prit pak. Shkova, e gjeta shegen dhe ja solla atë. Ai ngriti kokën drejt meje, më pa në sy dhe tha, Allahu ta pranoft pendimin. Tha, subhanallah, në darkë ndjeva se zemra më kishte ndryshuar. Dhe nga ai moment u ktheva nga Zoti. Kaq? Vetëm kaq. Që do thotë se në jetën tonë të përditshme ka momente kur për diçka shumë të vogël mund të ndryshojë krejt jeta jon, krejt dita e jon. Dhe më thanë, përpiquni me mësu nga ky mësim shumë i madh dhe me shku pas asaj që thonë ma të diturit edhe ma të urtit në mesin tonë. Që kërkojeni Allahun tek njerëzit me zemër të thyer. Kërkojeni Allahun tek nevojtarët. Kërkojeni Allahun tek të sëmurët. Kërkojeni Allahun tek jetimët, tek vejushat, tek të pastrehët. Kërkojeni Allahun aty ku një dua nga një zemër në dhimbje mund të ndryshojë krejt jetën tënde. Dhe me u përpjek gjithë secili që mos me e pa veten e tij se është diçka. Ke një post, ke një karrige, ke një pushtet, ke një pasuri, ti nuk je asgjë. Ti, unë, të gjithë jemi një pikë e vogël uji që nuk shihet me sy të lirë. E mos e shih veten tënde se ke kap majat e qiejve. Sepse në fjalorin e jetës, të eksperiencave, e të ndodhive të shumta me të cilat përballet njeriu në jetën e tij të përditshme, do të gjesh njerëz edhe më të mëdhenj se ti, edhe më të mëdhenj se unë, që mendimallësia, arroganca, ideja se unë jam dhe kërkush tjetër, i ka bërë të poshtnohen për një moment të vogël. Sikur se ka pas shumë e shumë që thjeshtësia, mëshira, respektimi i kufive personal, i ka bërë me jetu me faqe të bardhë. I ka bërë me jetu me faqe të bardhë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Me u përpjek, gjithë secili, me falenderu Allahun Azza wa Jall për që i ka dhanë, mos me urrejt mos kësaj bote, dhe her pas here me kërku për ato dyer që Allah Azza wa Jall na i ka lanë gati të fshehta. Dyer ku nëse trokasim, gjejmë mirësi, bekime dhe mëshirë të pallogjaritur. Prandaj Islami na ka nxit me hadithe të shumta, me vizitu të sëmurin, me u kujdes për jetimin, me pa për vejushat, me u interesu për të pastrehin, me u kujdes për nevojtarin, që njeriu me u befasu nga mirësia e Allahut, ka shi një vepre shumë të vogël, që kur bëhet me zemër, mund të marrë përkashi bekime që ndryshojnë jetën. Allahu e pranoft pendimin tanë. Allah, çfarë duajet. Allahu na baf nasib. Allahu ju dasht.